Për 2 javë janë shëruar 93 pacientë, të cilët u lënduan në zjarrin në Koçan, ndërsa edhe 100 të tjerë po vazhdojnë luftën për jetë. Prej tyre 20 pacientë janë në Shkup dhe 80 pacientë janë jashtë vendit. Nga pacientët e lënduare që po kurohen jashtë shtetit, Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari tha se 3 janë në gjendje shumë kritike, pasi kanë ndjegje të shkallës së tretë dhe i kanë të dëmtuara dhe rrugët e frymëmarrjes. Kanë shkallë të djegjes shkallë e tretë, po ka edhe dëmtime të rrugëve të frymëmarrjes që mundëson që të paraqiten infeksione për shkak edhe të plagëve që i kanë në lëkurë, kështu që të besojmë se do të bëhet maksimumi dhe do të kthehen edhe ato mirë, shëndoshje mirë në Maqedoni. Taravari bëri me dije se sot kthehen edhe 2 pacientë të cilët mjekoheshin, njëri në Poloni dhe tjetri në Belgjik, ndërsa për këtë javë paralajmëroi se do të kthehen më shumë pacientë, të cilët janë në gjendje më të lehtë shëndetësore. Nga java e ardhshme tha se duhet të kthehen pacientë të cilët janë të lënduar më rënd nga zjarri. Për rehabilitimin e tyre theksoi se po shqyrtohen disa opsione, siç janë adaptimi i hapësirës, në të cilën ishte e vendosur qendra e Covidit në Spitalin Tegjshtatori dhe në qendrën për rehabilitim në Kozle. Ai përsëriti se ka oferta nga shtete evropiane për pacientët, të cilët do të kenë nevojë për rehabilitim më të gjatë dhe që harxhimet do të mbulohen nga vetë shteti evropian. Gjithashtu, Ministri Taravari e shfrytëzoi rastin për të shprehur mirënjohjen e tij ndaj mediave për, siç tha ai, pasqyrimin korrekt dhe të saktë të ngjarjes së rëndë në Koçan për këto 2 javë.